mbi fuqitë ushtarake si të Greqisë, ashtu edhe të Turqisë. Pika e parë ku do të ndalemi do të jetë tek renditja në mbar botën sa i përket fuqisë ushtarake. Turqia renditet në vend të 9, ndërsa Greqia në vendin e 30. Për të juar më pas sa i përket popullsisë së dy vendeve, Turqia ka një popullsi prej 84.1 milion banorësh, ndërkohë që Greqia ka një popullsi 10.4 milion banorësh. 1/8 e thënë ndryshe në shifra të drejtë për drejta. Për të vjuar tek aspektet e shpenzimeve ushtarake, Turqia shpenzon në mbrojtje të paktën 46 miliard dollar, ndërsa Greqia shpenzon aktualisht 6.5 miliard dollar sa i përket çështjes së mbrojtjes, por edhe të armatimit. Forca totale ushtarake të Turqisë janë 861.000, ndërkohë që Greqia ka 364.000 forca ushtarake, duke përfshirë këtu një ndarje të tyre. Do të ndalemi tek trupat aktive ushtarake që në Turqi janë 481.000, ndërkohë që në Greqi janë 142.000. Në të gjitha këto slajda, po këto grafike që kemi parë deri më tani, kemi parë një përsi të qartë të ushtrisë turke, si pasojë edhe popullsisë, sipërfaqes, por gjithashtu edhe prodhimit të brendshëm bruto sa i përket të gjitha efekteve që ka dhënë në investimin e ushtrisë. Do të ndalemi në tjera të dhëna për të folur tashmë për forcat rezerviste. Turqia ka 380.000, ndërkohë që Greqia ka 221.350. Për të vjuar më pas me forcat paramilitare, Turqia 150.000, Greqia 55.000, pra me gati 1/3 është diferenca mes dy vendeve. Vijmë me tjera krahasime, flasim tashmë për tanket cilët përdoren në frontin e betejës, të gjitha llojet e tankeve. Turqia zotron 2238 të tilla, ndërkohë që Greqia ka vetëm 1344. Për të vjuar më tej me pajisjet ose më saktë makineritë totale të armatosura, duke përfshirë tanke, por edhe makineritë të tjera, Turqia zotron mbi 61.000, ndërkohë që kemi edhe Greqinë, e cila është në po të njëjtin numër, por kësaj here ka një përsi të vogël ndaj Turqisë, me qindra prej këtyre pajisjeve apo këtyre mjeteve të armatosura, të cilat mund të përdoren në çdo moment në frontin e betejës. Vijmë me tjera informacione. Artilleria vetlëvizëse bëhet fjalë për tanke të cilat kanë mundësinë që të qëllojnë. Turqia ka 1038 të tilla, ndërkohë Greqia vetëm 589. Shohim prap një shifër e cila ka një diferencë me gati 2 fishin. Shohim tjera informacione. Lëshues raketash, cilët kanë qenë të rëndësishme në këto kohë të sigurisë globale. Turqia dominon me 296 prej tyre, Greqia me 152. Ndërkohë sa i përket mjeteve ajrore, mjeteve cilat fluturojnë në total, Turqia ka 1083, Greqia ka 635.